Ishin vitet e 2000-ta kur këngëtarët të reja dilnin në skenën muzikore dhe i jepnin ngjyra të bukura artit muzikor me paraqitjet e tyre. E në mesin e shumë këngëtarëve të reja ishte edhe Zanfina Ismaili, e cila për vitet e tëra me radhë na ka sjellë këngë të bukura dhe hite që dëgjohen edhe sot e kësaj dite. Këngëtarja ka pasur një karrierë të mirë dhe shumë aktive, por si duket humbja e nënës së saj, Zanfinën e stepin nga muzika, tash sa vite ajo më nuk është pjesë e artit muzikor. Por me çka merret konkretisht Zani, në intervistat e ralla të fundit që ajo ka dhënë, ka treguar se është aktiviste e të drejtave të kafshëve dhe merret me punën e saj që e bën si juriste, duke mos dhënë ndonjë shpresë për fansat e saj që do të kthehet sërish në muzikë. Pra Zanfina tash është bërë një juriste e mirë dhe si duket asaj po i pëlqen më shumë kjo punë se sa muzika. Por sigurisht që ende ka shpresë për një rikthim të këngëtares në skenën muzikore me ndonjë këngë.